Ndeshja kundër Slovenisë pritet të zhvillohet me 15 nëntor në ora 20:45, ndërsa në të njëjtin orë 30 më vonë pritet të zhvillohet ndeshja e fundit në fazën e grupeve të vlefshme për play-off dhe kualifikim në kampionatin botror kundër skuadrës helvetike, kundër Zvicrës dhe Granit Xhakës në mes të Prishtinës. Ndërsa unë përmes kësaj videografike i kam paraqitur disa opsione të mundshme të cilat mund t'i përdor Franco Foda për një rezultat pozitiv. Këtu keni 8 opsione të ndryshme dhe mund të parashikoni se cili mund të jetë sulmi më i rrezikshëm i Kosovës kundër këtyre dy rivaleve në këto dy lojë finale. Pra në mungesë të njërit apo tjetrit sulmues, sepse secili prej tyre mund të ndodhë që të ketë lëndime, e keni pra dhe listën me rezervist, si Meriton Korenica, Ermal Kasniqi, Florian Hoxha, Florent Muslija, Muharrem Jashari, Elvis Rexhveçaj. Secili prej tyre me të vërtet ka shumë potencial dhe luajnë në skuadra të mëdha dhe meritojnë që të gjithë të jenë në formacion dhe sulmi i Kosovës kësaj radhe me të vërtet është bombastik. Pra mos harroni komentoni se cilin opsione preferoni apo cilin opsione dëshironi. Cili do të jetë parashikimi i këtyre dy ndeshjeve. Urojmë e shpresojmë që ky nëntor vërtet të jetë i shqiptarëve. Jo vetëm festa e flamurit, por edhe kampionati botror së bashku me Kosovën dhe Shqipërinë.